Përmbajtja e këtij problemi është marrë nga libri Matematika 9 i shtëpisë botuese Pegi me autor Edmond Lulja dhe Neritan Babamusta. Në këtë problem kërkohet të gjendet rrezja e rrethit që i brendashkruhet një trekëndshi barabrinjës, në rastin tonë trekëndshit ABC, në kushtet kur lartësia e tij është 9 cm. Siç dihet, qendra e rrethit që i brendashkruhet një trekëndshi gjendet në pikëprerjen e përgjysmoreve të kendeve të këtij trekëndshi. Pra, nëse do bashkonim kulmin A me qendrën e rrethit, ne do të kishim ndërtuar përgjysmoren AD të këtij trekëndshi. Dhe meqense AD është përgjysmore në një trekëndësh barabrinjës, ajo është njëkohësisht edhe lartësi dhe mesore. Në një trekëndësh të zakonshëm, përgjysmoret priten në një pikë, lartësitë priten të treja në një pikë, dhe këto është një pikë e ndryshme nga e para, po kështu në një pikë tjetër priten të treja mesore të trekëndshit. Por kur kemi të bëjmë me një trekëndësh barabrinjës, atëherë mund të thoshim se lartësitë, mesoret, përgjysmoret, bile dhe përmesoret e brinjve priten në të njëjtën pikë. Pra, për që më konkret, pika O është përveç se pikëprerje e tre përgjysmoreve të këtij trekëndshi, është dhe pikëprerja e tre lartësive, tre mesoreve apo tre përmesoreve të brinjve. Na intereson fakti që pika O është prerje e mesoreve të trekëndshit dhe gjithashtu fakti që AD-ja mund të shihet si mesore e këtij trekëndshi. Kjo për arsyen se mesoret e një trekëndshi ndahen nga pikëprerja e tyre në raportin 2:1. Pra, për të qenë më konkret, nëse do kemi një trekëndësh ABC, ku kemi paraqitur tre mesoret e tij që priten në pikën O, nëse shqyrtojmë në veçantë një prej këtyre mesoreve, konkretisht mesoren AD, atëherë segmenti AO duhet të ishte 2 pjesë, ndërsa segmenti OD 1 pjesë. Pra, për ta marrë këtë në rastin e trekëndshit ton, kemi për mesoren AD dhe AO-ja do të ishte 2 pjesë, ndërsa OD-ja, që është rrezja e rrethit, të përfaqësonte 1 pjesë të kësaj ndarje. Kështu që shënojmë OD-n, që është rrezja e rrethit brendashkruar me x, dhe AO-n me 2x. Atëherë, duke patur parasysh që gjithë lartësia është 9 cm, pra në rastin tonë dhe mesorja ka të gjatësinë 9 cm, mund të shkruajmë që x plus 2x baras me 9, nga ku përcaktojmë vlerën e x-it të barabartë me 3, që do të thotë se për kushtet e kërkesës A, rrezja e rrethit që i brendashkruhet trekëndshit barabrinjës është 3 cm. Vazhdojmë me gjetjen e rrezës së rrethit në kushtet kur brinja e trekëndshit është 2/3 cm. Meqense AD-ja është mesore, pika D ndan BC në dy pjesë të barabarta, pra DC-ja do të jetë rrënjëtreshit, kjo për faktin se gjithë BC-ja është 2/3. Ndërsa AC-n, si brinjë të trekëndshit, do ta marrim përsëri 2/3. Dhe më tej kalojmë në shqyrtimin e trekëndshit ADC, i cili është një trekëndësh këndrejt për faktin se AD-ja është lartësia e këtij trekëndshit, dhe do shfrytëzojmë teoremin e Pitagorës për këtë trekëndësh për gjetjen e gjatësisë AD-s, dhe më tej do të vazhdojmë me gjetjen e asaj çfarë na duhet të gjatësisë OD-s. Pra, duke përdorur barazimin e Pitagorës, mund të shkruajmë AD në katror baras me AC në katror minus DC në katror, dhe më tej shkruajmë edhe një herë këtë barazim duke bërë zvendësimin e AC-s me 2/3 dhe të DC-s me rrënjëtreshit. Pasi kryejmë disa veprime, përcaktojmë që gjatësia e AD-s është e barabartë me 3. Por AD-ja është një mesore e trekëndshit dhe pika O, si një pikëprerje e të gjitha mesoreve të trekëndshit, do ta ndante AD-n në mënyrë të tillë që AO-ja të ishte 2 pjesë dhe OD-ja të ishte 1 pjesë. Pra, me fjalë të tjera, segmenti OD mund të shihet si 1/3 e AD-s. Ta shkruajmë pikërisht të barazim, DO baras me 1/3 e AD-s dhe zvendësojmë AD-n me 3, nga ku marrim DO të barabartë me 1/3 e treshit dhe vetë vlera e DO-s është 1 cm.
Pra, në kushtet kur brinja e trekançit është 2/3, rrezja e rrethit që i brendashkruhet këtij trekançi bara brinjës do të jetë 1 cm.